fundit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe pos mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lan pas, si asnjëherë më parë me 51.1% për lëvizjen vetëvendosje. Dëshmi për blokadën është edhe një fakt tjetër për ta kundërshtuar pakon ekonomike për qytetarët, pra rishikimin e buxhetit, përkatësisht përballjen me inflacionin 2.0, u mobilizuan të gjithë përfshirë edhe listën serbe, kurse për president nuk po vinë as në sallë. Me bindjen e thellë që Kosovës nuk i duhen blokadat e atyre 10 muajve të vitit shkuar, me besimin e plot se nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, me që kemi mbajtur mjaftueshëm të tilla në vitin 2025 dhe rezultati ka qenë i qartë si asnjëherë më parë, ndërkohë që vendi do t'ja humbin edhe spaku mbi 10 milion euro, pra, vetëm për organizimin e zgjedhjeve, pa përmendur 10 milion të tjerë të cilët humbin për shkak se s'mund të bashkëpunojmë me bashkësinë ndërkombëtare siç duam, me që nuk do të kemi kuvend funksional. Dhe duke pasur parasysh edhe rrethona të rënduara globale, ne i kemi bërë të gjitha përpjekjet që vendi ynë të mos shkojë në zgjedhje të përsëritura e të panevojshme. U përpoqëm për një kandidat konsenzual, por ishte e pamundur. I ftova disa herë në takim kryetarin e LDK-s Abdi Gjiku, kryetarin e PDK-s Hamza, ndonë se nuk ofruan asnjë propozim. Në vazhdimsi jam unë ai që kam ofruar propozime edhe me emra konkret, pa tjetër me funksione për ta, por morëm veç se refuzime. Ne propozime, ata refuzime. Të shtunën e bëm edhe një haptutje. Kërkuam nga subjektet politike PDK dhe LDK që së bashku të sillnin 3 emra, ku përveç nënshkrimeve njërin edhe do ta votonim. Ju e dini që as PDK e as LDK nuk kanë deputet për të propozuar kandidat tyre. LDK-ja mund të propozojë një gjysmë kandidati, sepse i ka 15 deputet e nevojitën 30. Ndërkaq PDK-ja mund të propozojë 2/3 e një kandidati, me qenë se i ka 22 deputet e nevojitën 30. Por ato dyja bashk mund të propozojnë një kandidat. E ne u thamë, ja po bëhemi edhe ne bashkë me juve, e le t'i propozojmë 3 kandidat që të gjitha propozimet tuaja, ju propozoni emra, ne u japim mbështetjen në seancë plenare. Asnjë propozim e shtym afatin për t'ju dhënë kohë shtesë, kot sepse refuzim sërish. Dje ftuam debat parlamentar për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Ju e keni parasysh që mos arria as t'i takoj. Filluan të refuzojnë takimet me mua. Atëherë, mirë pra, le të bëjmë debat parlamentar për situatën që ndodhemi. As në debat nuk erdhen. U detyruam të flasim ne me qytetarët, nuk erdhen debat. Nuk erdhen takim, nuk erdhen debat. Ne propozime, ata refuzime. 2 kandidatët, Glauko Njufsa dhe Fatmire Mulhoxha Kolçaku, u hapën rrugë duke u tërhequr nga kandidatura. Edhe një hap tjetër u bën brëm. Në këtë mënyrë, edhe një mundësi për propozime të reja nga opozita, sërish asgjë refuzim përsëri. Në këto rrethona, me qëllim që vendit të japin presidentri, që institucionet mos kenë nevojë për një rilegjitimim të tyre përmes një procesi të ri zgjedhor, nga i cili ka fare pak muaj që kemi dalë tashmë, ofruam edhe 2 propozime tjera, ku së paku për njërën prej tyre ka konsenzus shoqëror për atë që përfaqëson. Si kandidate nxorëm 2 gra, profesoreshën Hatixhe Hoxha dhe doktoreshën Feride Rushiti. Kur zonja Feride Rushiti
nderohej e nominohej për çmime prestigjioze dhe ndërkombëtare, shumë deputet opozitar mburreshin me të përmes postimeve në rrjetet sociale. Besoj që i keni pa dhe ju, duke lavdruar Feride Rushitin, deputetet aktuale të Kuvendit Republikës. Ta zëm, postime si ajo e ish shefës grupit parlamentar të LDK-s, zonjës Hikmete Bajrami, apo postime si ajo e nënkryetares Kuvendit nga PDK-ja, Vlora Qitaku. PDK, lere që nuk u mjaftua me refuzimin e pozitës së kryeparlamentarit, si ofert nga ne, por sot doli pikrish përmes Vlora Qitaku duke kërkuar tërheqjen e zonjës Rushiti nga kandidimi. Merrni me mend. Ua kemi ofru kryeparlamentarin, kanë thënë jo. E kanë lavduar zonjën Rushiti, e propozuan për presidente, këta kërkojnë tërheqjen e kandidaturës. Si është e mundur gjithato vargje për zonjën Rushiti nga kjo opozitje, e sot nuk e marrin as mundin të vinë sallë teksa struken në për zyret e grupeve të tyre parlamentare. Refuzim që të marrin përgjegjësi e pushtet dhe thirrje të tjerëve për bojkotim të institucioneve. Madje duke dërguar edhe kërcënime ndaj një gruaje që gjithë jetën e ka kaluar në mbrojtje të viktimave. Kjo vërtet është e turpshme. Unë dua të falenderoj doktoreshën Feride Rushiti për gatishmërinë e saj që vendin ta nxjerrë nga ky ngërç, nga kjo krizë, dhe që Kosova të mos shkojë sërish në zgjedhje. Por kjo duket e pamundur me subjekte politike e lider partish që e kanë humbur arsyen dhe kanë vendosur inat, jo vetëm me ne, por edhe me vetë popullin e Kosovës, që nuk po i voton më shumë, e po i voton gjithnjë më pak. Më lejoni që krejt shkurtimisht t'i numëroj disa fakte nga biografia e zonjës Feride Rushiti, të cilën ende kemi mundësi ta kemi presidente dhe padyshim që do të ishim të nderuar si institucione dhe si shtet. Feride Rushiti ka lindur me 12 shtator 1970, ka përfunduar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë me specializim në gastroenterologji. E nominuar për çmimin Nobel për paqen vitin 2025, Feride Rushiti përfaqëson një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë. E nderuar me çmimin Evropiania e vitit nga zyra e BE-s në Kosovë, gjatë luftës në Kosovë 1998-1999, ajo ka shërbyer si mjeke në kampet e refugjatëve në Shqipëri, duke trajtuar personat të prekur nga dhuna dhe trauma. Puna e saj ka ndikuar drejt për drejt në jetën e mbi 18.000 përfituesve, përfshirë mirat mbjetuar dhunës seksuale gjatë luftës, një nga kategoritë më të stigmatizuara në shoqërinë kosovare. Ajo ka ndarë përvojën e Kosovës si model për vendet që përballen me pasojat e konflikteve, përfshirë Irakun, Ukrainën dhe Kolumbinë. Padyshim që doktoresha Rushiti është lidere në shoqërinë tonë civile. Ajo është vlerësuar për këtë edhe me çmimin prestigjioz International Women of Courage Award, i akorduar në vitin 2018 nga Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës në shenjë njohje për guximin dhe përkushtimin e saj në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Pra kandidate jo partijake, më përfaqësuese, më konsensuale, profesionaliste, kombëtarisht, me një kauzë fisnike, përgatitur dhe me emër të njohur ndërkombëtarisht, sesa Feride Rushiti në këto rrethona vështirë të gjendet. Për fund, para se t'ua jap fjalën juve për pyetje, unë kam edhe një herë thirrjen për opozitën të vinë në kuvend, sepse kuvendi është shtëpia e deputetëve, të ofrojnë zgjidhje sepse këto bllokime nuk çojnë askund dhe të marrin pjesë siç i kanë votuar qytetarët që përfaqësohen prej tyre, sepse nuk i ndihmojnë institucioneve dhe shtetit Kosovës me bojkot e bllokim. Edhe një herë në seancën e orës 19 presim në këtë vazhdim
të kemi edhe deputetët e opozitës, të cilët e kanë vendin në kuvend. Faleminderit. Mirë Gallopini, Radio Dukagjini. Zotri Kurti, emri i Vjosa Osmanit si kandidate për presidente është përmendur edhe gjatë këtyre ditëve, ku Lidhja Demokratike e Kosovës tha se ka 15 nënshkrimet e saj për këtë, madje ka pasur deklarime edhe nga AK-s se pavarësisht se si do të votonin, do ta bënin kurumin për Vjosa Osmanin në presidente. Është opsion ky që mund të shërtohet tani në këtë fazë ku jemi sa i përket të zgjedhjes së presidentit, dhe një çështje tjetër për dialogun Kosovë-Serbi, e keni emëruar edhe një krye negociator që do të merret me çështje teknike, apo i bie që i kemi 2 krye negociator, apo zotri Konjusa është liruar nga përgjegjësia për dialogun? Si krye negociator në Serbinë. A i bie që është liruar, apo i kemi 2 krye negociator? Së pari, unë kryetari i LDK-s, zotri Abdigjikun, ju jeni dëshmitar që e kam takuar disa herë, madje shumë herë. Nuk ka pasur asnjëherë asnjë propozim. Përkundër kësaj kishte vetëm refuzime. Unë propozime, ai refuzime. Ndërka që sa i përket paraqitjes së djeshme në orët e vona të natës, së pari ata dolën pas seancës, ndërkohë që para seancës nuk e thënë asnjë propozim, që flet qartë për qëllimin. Së dyti, letra me 15 nënshkrime do të mund t'i ofrohej lëvizjes vetëvendosje në mënyrë institucionale, ose të shefja e grupit tonë parlamentar Arbrina Gapsi, ose të kryetari i subjektit politik. Sepse rreth orës 11 natës, masi që ndërprej seanca, dolën me një listë ku ishin emrat e tyne. Po shumë interesant, nuk shkruante për çka janë ata emra. Emri askujt nuk ishte aty përveç se i 15 deputetëve, që duke i sikur me pasqen ndonjë listë për një debat parlamentar, për shembull për energjinë, ose për diçka tjetër. Aty nuk thuhej që ata emra janë për këtë kandidat. Dhe unë besoj që të nderuar gazetari ju pajtoni me mua që ata emra të më dhonë mua, juve. Apo jo? Nuk e di çka bëni ju me ata 15 emra. Ata emra do të vinë te unë. Nëse i kanë 15 nënshkrime për që i bjen gjysmë aplikimi për një kandidat, do të vinë tek unë. Por duhet ta ketë datën e sodit e letër. Jo datën e pardjeshit. Datën e sodit, mbrëm është dashur ta ketë datën 27 prill, e kishte 25. Sot do duhet ta kishte datën 28 prill, nuk ka as letër as datë. Pra, duhet ta ketë qëllimin e qartë dhe ta ketë datën e sodit. Dhe jo t'u sjell juve. Shikoni, nuk kam kurrë kundër m'ia dhon juve. Po s'kryet punë ashtu. Se presidenti nuk votohet në shoqat gazetarëve. Presidenti votohet në seancë plenare të Kuvendit të Republikës. Aty do të më sjell ata 15 emra. Dhe ne me mirësinë dhe kënaqësinë më të madhe të pranojmë. Dhe më pastaj, po ta kishim emrin e qartë të LDK-s, për kë bëhet fjalë, unë do të takoja në këtë rast kandidatën i bie Hatixhe Hoxha, që të kërkoj prej saj tërhiqet. Edhe t'i shtojmë edhe 15 tjerë, se me 15 gjysë kandidati më nëshme bo për aplikim. Dhe ta kemi Feridhe Rushitin me një kandidat tjetër. Kështu kanë mundur të bëjmë. Mirë për dhe njëherë për thëmë. Jo juve mja u sjell. Neve du të në sjellin atë. Sa e votuat në Kuvend Republikës, dhe gjithashtu du t'jetë qartë se për ka e kanë fjallin. Nuk po e dim për ka e kanë fjallin. Çka shkrujnë poshtë e lartë majtës e djatës rrjetet sociale, është një gjë, por institucionet nuk funksionojnë asesoj. Institucionet funksionojnë në mënyrë zyrtare, dhe këtë gjë ne e kërkojmë dhe e presim prej tyre. Sepse po i bie që ajo listë me 15 veta, veç se tregonte që deputetët e grupit parlamentar të LDK-s janë bashkë. Për çka janë bashkë nuk e morëm vesh. Po janë bashkë. Në një listë ishin bashkë. 15 veta edhe me datën 25 prill.
Pra, 15 veta me 25 prill kanë qenë bashkë. Për çka kanë qenë bashkë? Nuk e dim. Duhet të më tregojnë për çka janë bashkë. Dhe unë i pranoj edhe ashtu bashkë. Ndonë se 15 deputet munden të kualifikohen për gjysmë kandidati. Po me gjysmë kandidatin ku vend nuk shkon. Duhet kandidati plot. Ne e bëjmë kandidatin e plot. Ne jemi të gatshëm të bëjmë kandidatin e plot. Let na sjellin atë, unë flas me profesoreshën Hatixhe Hoxha, që të tërhiqet edhe shkojmë garë, sonte Kosova bëhet me presidente 3.